ostacolando l'azione di contrasto. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni shprehu bindjen para parlamentit të vendit të saj se pasi Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi listën e vendeve të sigurta të origjinës, marrëveshja me Shqipërinë për azilkërkuesit do të shërbejë për të dhënë fund dyndjes së emigrantëve drejt vendeve europiane. Il modello Albania. Modeli i Shqipërisë, të cilin shumë vende të tjera europiane po e shqyrtojnë me shumë interes, do të funksionojë dhe jam e bindur se do të na ndihmojë të zvogëlojë më tej flukset e parregullta për të kryer frenimin e nevojshëm brenda një politike shumë dimensionale. Meloni e konsideroi marrëveshjen e nënshkruar në Rom më 6 nëntor 2023 me kryeministrin Edi Rama si një nismë shumë të rëndësishme kombëtare. Un quadro giuridico europeo. Një kuadër ligjor europian më i fuqishëm do të na lejojë të mbrojmë nismat kombëtare shumë të rëndësishme, si qendrat në Shqipëri, nga një sistem i caktuar gjyqësor të politizuar që ka bllokuar zbatimin e tyre. Antarësimin e shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kryeministra italiane e sheh si mundësi reale. Rezultatet e arritura nga Shqipëria dhe Mali i Zi gjatë vitit të fundit janë vërtet shumë inkurajuese, duke treguar se të dy vendet kanë një shans konkret për t'u bashkuar në të ardhmen shumë të afërt. Për çështjen e emigrantëve, Këshilli Evropian do të diskutojë në mbledhjen e 18 dhe 19 dhjetorit në Bruksel.